GKO ka vendosur arrest në burg për Dashnor Dumanin, vëllain e Nureddin Dumanit. Dashnor Dumani u ekstradua pak ditë më parë nga Dubai. Dumani akuzohet për vrasjen e tre fish të ndodhur në 2018 në Bradashesh, ku mbetën të vrarë në një atentat i ndrit Ali Bey, Arben Dylgjeri dhe një shtetas turk. Gjithashtu Dumani akuzohet nga spaksi për fshirje dhe në grabitjen e Rinasit. Ndërkohë gjykata ka ndryshuar masën e sigurisë nga arrest në burg në arrest në shtëpi për Armis Stafën, i cili dyshohet nga spak për pastrim parash në funksion të organizatës kriminale të vëllezërve Hajdar dhe Franc Çopja. Por kush është Dashnor Dumani, i njohur thjesht si Dashi në botën e krimit? Emri i tij në skedarët e policisë del që në vitin 2010, i skeduar për vjedhje në zonën e Durrësit. Më pas në vitin 2015, Dashnor Dumani u kap bashkë me 5 persona të tjerë në qytetin e Durrësit me një sasi të madhe tritoli. Në atë kohë dyshohej se tritoli do të përdorir për një ngjarje kriminale me porosi që kishte marrë një prej të arrestuarve. Edhe në Francë, Dashnor Dumani ka skedar në polici si shfrytzues prostitucioni, vepër penale për të cilën gjithashtu ishte dënuar edhe në Francë. Lidhjet me botën e krimit, Dashnor Dumani i shtriu deri në Elbasan, ku kërkoi si me Talo Çelën. Në shumë prej ngjarjeve, Dashnor Dumani nuk është zbuluar vetëm nga hetuesit, por edhe nga vetë vëllai i tij Nureddin Dumani. Për grabitjen e lekëve në Rinas, nga grupi i Talo Çelës, nga dëshmia e Nureddin Dumanit, del se nuk ka marrë pjesë Talo Çela, Altin Doci, vëllezëri Çala, Admir Murataj, Dashnor Dumani si dhe Dorian Shkoza. Tash Dumani dyshohet nga spak se ka qenë pjesë e masakrës së Bradasheshit në vitin 2018, ku vran 3 familjarët e Erion Ali Bey, një tjetër i penduar i drejtësisë. 2 vëllezërit në dosjet e spak dalin se punët i kanë të ndara. Njëri, Dashnori, punonte për llogaritë të Çopjave me Talo Çelën, tjetri Nureddini ishte kthyer në një ndihmës të Erion Ali Bey në planin e tij për të marrë hak dhe për të vrarë Talo Çelën. Nureddin Dumani gjatë disa komunikimeve në Skyek flet me vëllain e tij Dashnorin për sa i përket masakrës së Bradasheshit, ku vetë Dashnor Dumani pranon se ka qenë pjesë e grupit që qelluan në drejtim të vëllait të Erion Ali Bey, duke vrarë 3 vet. Marrëveshja për ekstradim është arritur edhe prej një prej anëtarëve të organizatës të Çopjave, Armis Stafa, 36 vjeç nga Elbasani, i cili u arrestua më 27 maj në Dubai, pasi rezulton në kërkim për dosjen Plumbi Art 2, në të cilën nuk goditën Çopjat. Roli i tij ishte të pastronte paratë e kësaj organizate kriminale përmes tregtisë së makinave.